një drejtues të vetin, si qytet, me instituteve administrative, me Roshnikun dhe institutet tjera administrative, dhe do të ketë edhe një numër të caktuar antarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët do të vinë nga Poliçani. Pse saktësoj këtë gjë? Për të kuptuar që në radhë të parë nuk do të kemi një humbje të traditës së zonës, nuk do të kemi një humbje dhe të administrimit të zonës, dhe të përcjelljes së shqetësimeve dhe të vendimarrjes së shqetësimeve, më fal ta mbaroj. Po njëherëzi do të kemi mundësinë që Bashkia e sotshme e Poliçanit, qyteti nesërmi i Poliçanit, të mundet të ketë investimet që nuk i bën dot sot. Qyteti Poliçanit. Dëgjoj, bido këta se kanë kuptuar mirë pra se çfarë është kjo harta e re territoriale, pra po nxitojnë që djegin teserat? Jo ata ju. Se ata i dojnë teserat, ne thjesht po publikojmë atë që po ndodh, o bën transparencë. Ju jeni dhe atëri bie që kemi humbur rolin se çfarë është media. Media është edhe sqaruese dhe transmetuese. Bido tani, më duket se e ka humbur partia rolin dhe shteti, sipas kritikave të kryeministrit që ju ka mbledhur 1-2 herë dhe ka prezantuar 2 libra, i keni humbur ju. Drejtime, ne bëjmë librin tonë, mos u merakos për librin tonë. Ne do bëjmë tonin si media. Ju shikoni librat tuaj. Prania besnike dhe besa. Protesta kërkon një lider të ri, ju i prezantoni një libër të ri. Më lejo të lutem. Më lejo ta përfundoj këtë. Pra, ajo që është e rëndësishme për të kuptuar është që me të gjitha resurset e mundshme sot, Poliçani që meqense merret shembull në rast konkret, po gjitha bashkitë të cilat në fakt kthehen në qytete, nuk kanë mundësinë që të prodhojnë mjaftueshëm të ardhura bashkë me ato lekë që ja jep si grant të pakushtëzuar apo të kushtëzuar buxheti i shtetit, që të mundet që të kenë investimet mjaftueshme. Bashkimi në rastin konkret me Beratin i jep mundësinë Poliçanit që të ketë të ardhura më shumë që do të shpenzohen në Poliçan për të rritur cilësinë e jetës së njerëzve, pa humbur të gjitha ato shërbime të cilat deri dje merreshin në bashki, që tashmë zvendçohet kjo bashki nga qyteti. Dhe këtu duhet kuptuar që nga 61 bashki që ne kemi sot, janë në fakt 71 qytete që konsolidohen në 46 bashki të reja. Pra janë 71 pole të reja, të cilat janë më shumë se sa ishin, që do të ruajnë edhe identitetin, edhe drejtimin dhe përfaqësimin Këshillit Bashkiak, me mundësi për të pasur më shumë para për investim. Ky shpjegim ndoshta do kërkoj dhe një emision më vete, pavarësisht se ne jemi sot në emisionin e fundit. Por ajo që më bën përshtypje dhe e kisha një lloj, kisha bërë një parashikim unë vetë me veten time, që PS-ja prap do ta kalonte dhe do ta linte prezantimin e projektligjit në seancën e fundit siç ka bërë në 2015-ën. Dhe lutem, pse jo? Nuk është shumë. Sepse në 2015 në 31 korrik është miratuar harta administrative, cila ishte prezantuar që në mars në mos gabojmë të 2015. Ne tani kemi prezantimin e hartës administrative. Po çfarë do të thotë kjo? Që jeni të hapur për propozimet e pse kishit një komision bipartizan i cili praktikisht dështoi për të gjetur një konsensus. Të lutem, sepse është rrugë pak më i gjatë. Ju 46. Është rrugë pak më i gjatë. Është rrugë pak më i gjatë. Do të kemi 2 muaj kohë që kjo kalon konsultim publik, dhe përtek saj duhet kuptuar që nga shtatori nis puna për legjislacionin shoqërues që ka të bëjë me kompetencat dhe me financimin e pushtetit vendor. Më lejo të marr një shembull për këtë gjë. Orikumi, që është një qytet i cili deri më dje ishte njësia administrative e Vlorës. Sot tani më do të jetë qytet në kuptimin e ndarjes territoriale, jo në kuptimin e hapësirës urbane. Në kuptimin e ndarjes së re territoriale do të jetë qytet. Do të ketë një nënkryetar të dedikuar për Orikumin Bashkia e Vlorës, do të ketë një numër të caktuar të antarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët duhet të zgjidhen nga Orikumi, sepse qytetet do të kenë një numër të caktuar në përputhje me popullsinë që do të jetë përfaqësues në Këshillin Bashkiak. Ajo çfarë? Pra kemi një rritje të them diçka, Bido, do të them diçka? Më lejo ta përfundoj. Dhe me 10 qytete të reja të cilat krijohen me këtë reformë administrative. Nga ana tjetër kemi për shembull Bashkinë Selenis, po marr Dëgjoj, se ti po merr qarkun tënd, të cilin unë mund të jem shumë e sinqert me ty dhe me publikun, nuk është se e kuptoj shumë. Ajo që më bën përshtypje mua, duke e parë në pamje të parë atë që keni prezantuar ju sot, më bën përshtypje Rogozhina me Kavajën. Kavaja një bastion i PD-s, Rogozhina i PS-s dhe duke i bashkuar bashk, duket sikur doni ta merrni me këta hartë të re territoriale këtë bastion të PD-s. Pra,
Çfarë i thoni qytetarëve që e shohin dhe si hartë elektorale këtë dhe jo vetëm si hartë territoriale? Më lejo t'i them të dyja. Pra, do të them dhe shembullin e Selenicës dhe të Kavesës Rogozhinës. Mirë, ma përfundo dhe këta, po, Selenica, për shembull, që nga bashki sot do të kthehet në një qytet me 5 njësi administrative, e cila do të jetë pjesë e Bashkisë së Vlorës, do të thotë, jo vetëm që do të ketë nënkryetarin e vet, jo vetëm që do të ketë numrin e përcaktuar të këshilltarët e vet në Këshillin Bashkiak, që do të jenë të Selenicës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, nuk do të jenë siç janë sot që janë nga e gjithë bashkia. Do të ketë mundësi që nga 3 milion euro buxhet, që aq i shkon Bashkisë së Selenicës, aq e ka hapësirën dhe mundësitë dhe resurset sot, të mundet që në Selenicë harxohen më shumë lek. Pra, Lumi të Vlorës i mbetet identiteti, sepse qyteti i mbetet drejtimi se do të ketë nënkryetarin, nuk do të ketë kryetarin, po do të ketë një nënkryetar të dedikuar, që do të ketë administratën e vet, do të ketë përfaqësimin që do të ketë Këshillin Bashkiak, dhe do të ketë më shumë mundësi që të mundet harxohen më shumë lek në Selenicë, sepse nuk ka arsye që ne të kemi më shumë para për të harxuar në Shushicë, që është ngjitur, me Armenin që është ngjitur me Shushicën. Armenin e marr si shembull, Pra, dy njësi administrative, një e Vlorës dhe një e Selenicës, që harxohen më shumë lek në Shushicë sepse ka më shumë mundësi, sepse Bashkia e Vlorës ka më shumë resurse për të prodhuar. Kjo është kjo reformë. Për të dhënë tani përgjigjen për Kavajën, ma thuaj edhe këtë se më duket ka një pyetje Bledi dhe unë para se ta mbyll me ty dhe t'i dhe në reklama kam një pyetje të fundit për atë mbledhjen që bëhet sot. Në rastin që ti ke merakun tënd që është elektoral, duhet të jemi shumë të sinqert me publikun, që në këtë reformë territoriale që ne shohim, ne nuk shohim copëzime, me përjashtim të bashkisë të rrethit të Tiranës, paka shumë janë bashki të cilat shkojnë në konceptin e rretheve të dikushme, që është një ndarje administrative e cila është e qëndrueshme. Kavaja me Rogozhinën kanë qenë pjesë të rrethit Kavajës. Kavaja me Rogozhinën, gjiri bregdetar, shtrirja bregdetare e Kavajës dhe Rogozhinës është një vijimësi e cila duhet menaxhuar njësoj. Dhe nga ana tjetër, ka një pamundësi financiare Rogozhina dhe Kavaja që të funksionojnë veçmas, ndërkohë që bashkarisht do të mundet të prodhojnë ato resurse që të kenë më shumë investime për banorët e të dyja këtyre qyteteve. Nëse për ty meraku është, ta përfundoj, nëse për ty meraku është elektoral, po të kujtoj që dhe në Rogozhinë ke pasur drejtues të Partisë Demokratike, edhe në Kavaj ke pasur drejtues të Partisë Demokratike. Pra, nuk janë asnjë prej këtyre dy bashkive që janë njëra e majt, tjetra e djathtë. Dhe në Kavaj ke pas të PS-s dhe në Rogozhinë të PS-s. Pra, kryetari më i mirë do të zgjidhet. I vetmi përjashtim që ti mund të bëje këtu elektoral është Kamza, sepse duhet jetë Kamza. Po edhe Kamza në fakt është fituar tani nga Partia Socialiste. Pra nuk ekziston kjo gjë. Kamza është një bashki që dikur konsideroi si një bastion i së djathtës, që tani më është fituar nga Partia Socialiste. Nuk ka ndarje të tilla në Shqipëri. U fitua në zgjedhjet e fundit me Malje.